Nga materiali keni kuptuar, besoj se për çfarë do diskutohet në studio. Kemi tashmë këto zotëri Besnik Boletini, gazetar hulumtues. Mirë se erdhe Besnik. Përshëndetje. Bëhet fjalë për një hulumtim të rëndësishëm, të një sektori shumë të rëndësishëm në vend, që konsiderohet si më i rëndësishëm sa i përket zhvillimit ekonomik për Ministrinë e Bujqësisë. Na trego pse e morët, duke parë zhvillime se si po ecin, keni vendosur që të vazhdoni hulumtimin në këtë sektor, apo ka ndonjë arsye tjetër? Po duke marrë parasysh që bujqësia është një prej potencialeve kryesore të zhvillimit ekonomik të Kosovës, edhe duke marrë parasysh që në vitet e fundit ka një rritje të buxhetit në lidhje me ndarjen e granteve dhe subvencioneve për fermer. Ne kemi ndërmarrë një hulumtim për me pa ndikimin e këtyre granteve në jetën praktike, në aspektin ekonomik, në punësim, në gjitha inputet ekonomike. Gjithashtu të ne gjatë hulumtimit kemi marrë edhe mënyrën e ndarjes së këtyre granteve. Fillimisht du të me cekë që ne kemi marrë një periudhë rreth 5 vjeçare, më thonë 5 vitet e fundit, dhe kemi bën një grumbullim të dhënave që janë jap nga ministria, nga komunat dhe nga donatorët, edhe pse ende nuk kemi arrit me marrë përgjigje për i krejt komunave dhe për i krejt donatorëve, janë rreth 226 milion euro, se paku, sepse kjo shumë mund të rritet në përgjigjet e radhës, që janë investuar në fushën e bujqësisë në 5 vitet e fundit. Pra, këto 226 milion euro, nëse i shohim është një shifër e madhe, dhe këto nuk kanë ep një farë ndikimit e prekshëm në jetën praktike, si them. Ne kemi marrë dhe kemi krahasu dhe... Apo shihen këto investime, apo vetëm janë shifra? Po ne për me dëshmu këto... Po ti mendosh gjitha ato para? Po, është një investim i madh. Edhe ne kemi marrë importin në 5 vitet e fundit, dhe më thonë, kur është llogarit kjo shumë që kemi marrë dhe importin, edhe kemi pa për shembull si në produktet që është investuar më shumë, si mishi i pulës, qumshti dhe mielli, prej vitit 2010 dhe në vitin 2015, realisht vetëm sa ka ngritje të importit në vend se të ketë rame të importit. Për shembull, ta zonë të mishi i gjedhëve në vitin 2010 janë importuar në vlerë 15.748.000 euro, ndërsa në vitin 2015 ka arrit shumë 21.547.000. Njëjtë është e mishi i pulës, sidomos të qumshin 9.628.000, në vitin 2015 kemi 15 milion. Ashtu edhe të mielli kemi nga 9 milion në 14 milion. Do të thonë, kjo është një indikator që këto grante nuk po shkojnë në vendin e duhur, ose po ndahen me favorizime të ndryshme. E keni diskutuar, e keni ngritur edhe këtë çështje që ka favorizime. Janë 2 vende që kanë dalë si të parat në listë sa i përket ndarjes së granteve, bile për disa herë më radh. Cilat janë ato? Ne kemi bën, tash duhet me cekë se ministria nuk ka një databazë të strukturuar të dhënave, që i ka të dhëna të detajume të vetat, të dhëna sa janë investuar prej komunave, sa janë prej donatorëve. E ku jeni bazuar? Ne kemi marrë veç listat në ministri, edhe kemi bën një databazë tonë, dhe pastaj kemi nxjerrë dhëna për shembull në bazë të rajoneve, dhe është interesante me cekë si ta zonë në komunën e Skenderajt në prej vitit 2013 dhe në vitin 2015 janë jep 104 grante, që ta zonë krahasu me komuna tjera që janë më të vogla si Vitia e ka 28, ose Kaçaniku 15, ose komuna tjera që janë shumë, ose që ta zonë Drenasi ka 61 grante, që është një numër goxha i madh. Kështu që ne në këtë aspekt kemi ngritur shqetësimin se këto, tash nëse morëm komunën e Suharejkës, Travecët, komunën e Pejës, Gjakovës, këtu ka një potencial më të madh të zhvillimit ekonomik, edhe ndarja e granteve për komunat që ka më pak potencial është një dyshim në vetë se ka pas favorizim. E këto në një farë mënyrë na dëshmon edhe ndarja e traktorëve dhe mekanizmit bujqësor që është bën në vitin 2013. Kjo ka qenë një listë e fshehur, por ne kemi siguruar përmes burimeve tona, sepse ministria nuk e ka pas publike këto. Dhe si janë ndarë ato? Edhe mjeteve tjera të punës, apo të bujqësore? Është fjala për traktor që kapin vlera deri në 60.000 euro, janë kosto e lartë, edhe ne kemi pa për shembull në atë listin kanë 39 përfitues,
edhe ta zonë në Skenderajin do 6 traktor, në Drenasin do 4 traktor, ose për shembull në Rahovec, Suharek dhe në Pejësh vetëm nga 1 traktor. Më thonë edhe këtë e jep një farë indikacioni si ka pas favorizime në ndarjen e këtyre granteve. Më pas sa e lexova pak raportin, ishin edhe disa të gjetura që kanë të bëjnë me ndërmjetësimin e njerëzve se kush duhet t'i marrë grantat. Si bëhet kjo? Përmes kujna, përmes njerëzve që janë brenda ministrisë apo si? Ne në këtë hulumtim kemi punuar rreth 4 muaj në punën e terren dhe kemi takuar fermerë të ndryshëm, të cilët nuk kanë pranuar të flasin publikisht, po kanë treguar për se si kanë për shvet për të fituar grante, si ka njerëz që ndërmjetësojnë, njerëz që përgatisin projekte dhe i njëjti zotohet që nëse e bën projektin tonë do ta përfitojnë, po për një projekt për të realizuar në fund janë disa kritere që duhet plotësuar dhe në bazë të pikëve vlerësohen, do të sa pikë ju grumbulloni përmes kritereve, ju aq do të keni edhe pojena dhe do ta fitoni. A përfillet çdo herë kjo? Realisht te kriteret edhe te shqyrtimi i projekteve ka dalë një problem shumë i madh, cilin ne kemi evidentuar. Në vitin 2015 ka pasur në tërësi 2119 aplikime. Gjysma prej tyne, rreth gjysma 950 janë refuzuar ende pa ju shqyrtuar fare projektet. Kjo ka ndodhur për arsye se aplikuesve sipas ministrisë ju ka munguar një dokumentacion, ndërsa fermerët në anën tjetër i paraqisin dokumentet të cilët ju ka lëshuar ministria, përkatësisht zyra e Agjencisë së Zhvillimit të Bujqësisë, se të gjitha dokumentet i kanë në rregull. Ne kemi takuar me 10 fermerë të tillë. Dhe sot në Tryez zyrtarët e ministrisë pranojnë se këtu ka një problem që ka të bëjë me afatin kohor. Sipas tyre, fermerët po vinë në ditët e fundit për të aplikuar në ditën e fundit dhe zyrtarët nuk po mundën të aplikojnë, sepse zyrtarët e Agjencisë së Zhvillimit të Bujqësisë, ky agjencion është trup ekzekutiv i Ministrisë së Bujqësisë. Ata e kanë obligim ligjor që mos me pranu aplikacionin pa i pas të gjitha dokumentat në rregull. Ata i kanë pranu aplikacionet pa i pa ajën krejt dokumentacion në rregull, i kanë lëshu letrat që jenë në rregull dokumentacion, pastaj kanë refuzuar gjysmën e aplikuesve vetëm se nuk i kanë. E tash këtu ka lindur një problem se ka njerëz për shembull që ka paguar deri 1000 euro projekt plan biznesin për me bën, sepse fermerët më kanë në shumicën e rasteve nuk kanë një ngritje që me bën vetë projektin. Tash ne kemi hastazëm në komunë të Pejës një fermer që kishte aplikuar 4 herë edhe kishte kushtuar rreth 3000 euro projekt dhe nuk kishte përfituar asgjë për shkak të këtyre procedura burokratike, se i ka munguar një lejë urbanizmit, se i ka munguar një gjë. Cili dokument mund të bashkohet? Gjithashtu kur jemi këtu kemi raste kur disa fermerë i kanë krejt dokumentat në rregull, po nuk ka buxhet të mjaftueshëm për përkrajën e projekteve të tyre, po njëkohësisht në databazën që e kemi kriju, kemi gjetë se brenda një periudhe 3 vjeçare ka fermerë që ka marrë 3 herë grante. Domethënë 54 fermerë brenda një periudhe 3 vjeçare kanë marrë nga 2 herë grante, që domethënë e ka fermerë që nervozuar për shkak të mungesës së buxhetit, kështu që nuk ka një farë prioriteti. E pash edhe listën e zezë, do thotë në ministrinë. Çfarë përfshin kjo lista e zezë? Kush është në listën e zezë të Ministrisë së Bujqësisë? Po, tash kjo lista e zezë ka një problematikë në vetvete. Në listë zezë hin kryesisht fermerët të cilët kanë keq përdorur grantet ose fermerët të cilët nuk i kanë implementuar projektet. Ka pasur të raste të Po ka pasur raste të tilla, ministria, domethënë ne kemi marrë dhënat e ministrisë se ka 90 raste. Po në këtë kontekst ka një problem është te ndarja e traktorëve. Janë 7 raste që Ministria e Bujqësisë i ka çuar në prokurori dhe prokuroria është duke zhvilluar hetime, dhe të njëjtit tashmë janë suspenduar për 3 vjet. Tash ne kemi biseduar me disa prej këtyre fermerëve, të cilët e mohojnë se i kanë bërë fryrjen e çmimeve. Tash këtu është një problematikë se ata e mohojnë që ka bërë fryrjen e çmimeve. Njëkohësisht ne kemi gjetë që auditori i përgjithshëm bashkë të traktorët e ka gjetë një mangësi ku thotë se Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë e ka blerë të njëjtin traktor nga 31.000 deri në 51.000 euro. Domethënë çështja e traktorëve është pak sa diskutabile në kuptimin se i kujt është faji që është manipuluar me çmimin. Si mund të parashitet në ujë? Pash edhe po ashtu një shkrim
që mban këtë titull? Po realisht titulli ka dashur me pasqyru ato që është një fjalë popullore që dikun me prashit nuk i bën me punu, po mas me pas rezultate asgjë. Edhe kjo ka qenë ideja që kemi, po realisht me krejt të pare që e njep është dashur ndikimi edhe zhvillimi i fushës së bujqësisë me konë shumë më i madh se sa që është tash. Po, rekomandimet e juja cilat janë me qime? Vetëm edhe një çështje se gjatë punës sa kemi dalë në teren, ne kemi evidentuar edhe kemi marrë informacione të ndryshme se shumë stalla që janë ndërtuar moderne janë mbyll. Po ne fermerët kanë në 2 raste kanë pranuar që na me shku. Në fakt në një rast janë 2 raste të veçanta që duhet ta shtimi i cek, ndoshta mund të shohim edhe në foto. Idealja e cili do ta fokuson. Po, me këtë çeke. Për shembull, kjo është një stall e ndërtuar në komunën në një fshat të komunës së Soharekës. Investim shumë i madh për rreth 400.000 euro sipas fermerit. Dhe kjo është bërë me ndikimin e Ministrisë së Bujqësisë. Ky fermer tash këtë stall e ka bushatis. Nuk ka asnjë lop, i ka shit 80 lopë qumshtore, sipas tij për shkak të çmimeve të ulët të qumshtit dhe çështjeve kontraktuale me që ka pas me kompaninë që ja ka blet qumshtin. Po tash ne kemi ngrit si shqetësim këto, ta zëm ky nuk është në listën e zezë. Njëkohësisht kemi shku edhe në një fshat tjetër që është në komunë të Shtimës. Aty është një stallë ndërtuar me vlerë prej 27.000 euro. Edhe ajo rrim bosh që është ndërtuar në fund të vitit kaluar dhe tash rrim bosh. Ne për disa herë gjatë javëve kemi shku me rikonfirmu se është vërtet kjo. Edhe kemi marrë pamjet që ajo stallë është shumë moderne dhe është duke qëndruar bosh. Arsyeja është, ne kemi kontaktuar fermerin, është që për me participu për me ndërtu shtallën, ai është dashur mi shit një pjesë të viçave. Po sipas udhëzimeve administrative, fermerët kanë obligim të paktën 3 deri në 5 vjet nuk guxojnë për me shit ose me ndrru destinimin e projektit. Në anën tjetër ne kemi nxjerrë një paralele tjetër, kemi vizituar 10 raste të fermerëve që i mbajnë i lopët në kushte shumë të vështira. Më thonë ka një stall të vogël që i bën 20 lopë, nuk mezi u ushqejnë. Të gjithë këta janë të refuzuar nga aplikimet që nga bo për grant. Dhe më thonë, kemi tërheqë edhe një paralele në mes kësaj, qysh disa stalla moderne rrim bosh, në anën tjetër ka plot stalla, 10 raste që ne kemi po njëkohësisht ky hulumtim përveç që ka dalë i shkruar del në website tonë edhe me një dokumentar, me video dhe me një fotostorje, ku shihen gjitha këto qa flitën, sidomos ky krahasimi mes stallave bosh edhe atyre që i mbajnë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Jemi në fund bisedës, cilat janë rekomandimet? Po ne për këtë arsye e kemi organizuar një treje, si të kemi një ballafaqim në mes të zyrtarëve të ministrisë, fermerëve, ekspertëve, profesorëve të bujqësisë edhe donatorëve. Pasi që ky shkrim është gazetaresk, ne nuk kemi para po në brenda hulumtimit të rekomandime, por në tërëzo nxjerrën rekomandime për shembull te çështja e refuzimit pa u shërtu projektit. Të gjithë të pranishmet ishin me një mendim që nuk mundet me qenë arsye që fermerët aplikojnë në ditën e fundit masivisht, edhe ata me u refuzu, me u pranu dokumentat pa i pas komplet dhe me u refuzu. Tash do të gjendet një zgjidhje, ose të shtyhet afati ose të mos i pranuan fare, sepse është shkelje ligjore nëse i pranuan dokumentet pa i pas në rregull. Gjithashtu është shumë e rëndësishme me bën Ministria një studim të fizibilitetit gjatë ndarjes së granteve, për shembull në cilat rajone, cila kulturë dhe ku të investohet, në mënyrë që grantet edhe këto investime të kenë një efekt më të madh në zhvillimin ekonomik përgjithësi. Faleminderit shumë që ishim në Besnik, të uroj suksese punë të mbar, besoj që do të kemi rezultate sadopak. Po ne pas një kohe planifikojmë të bëjmë një tjetër hulumtim në aspektin makroekonomik, një analizë me të thokë sa i përket ndikimit ekonomik, do të shfrytëzojmë gjitha dhënat që i kemi për me paraqit që impaktin ekonomik të investimeve. Po, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë.